Kryeministri Edi Rama ka premtuar që mandatin e 4 të rrit ndjeshëm ndihmën sociale për shtresat në nevojë në Fushkruj dhe Lushnjë. Ai tha se Partia Socialiste nuk ka program elektoral si kundërshtarët, por ka një plan konkret veprime. Kryetari I opozitës Ali Berisha thotë se më 11 maj do të jetë dita e ndarjes së dy epokave nga Korça, ku mbulli fushatën elektorale. Ai kërkoi 100 ditë kohë për të bërë të mundur kthesën vendimtare për Shqipërinë. Partia Demokratike akuzon se po bëhen manipulime me votën e emigrantëve në Greqi. Josefina Topalli kërkoi sot nisjen e një monitorimi ndërkombëtar për procesin, ndërsa apeloi që KQZ-ja të bëjë një auditim të mënyrës së sjelljes së zarfeve në Tiranë. Qeveria ka vendosur të shtyjë deri në fund të muajit vlefshmërinë e pasaportave apo kartave të identitetit që skadojnë deri në 11 maj. Vendimi më për të dhënë mundësi të qytetarëve të votojnë në zgjedhje parlamentare të së dielës. Tirana po bëhet gati për të pritur Giro d'Italia, një prej ngjarjeve më të rëndësishme sportive europiane. Bashkia apelon që qytetarët marrin masa për bllokimin e disa akseve për 2 ditë dhe qarkullimi këmbësorëve do të jetë I ndaluar përgjatë itinerarit. Dështoi për të 12-ën herë përpjekja e vetëvendosjes për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, kur të hedh poshtë edhe propozimin e LDK-s për një qeveri tranzicioni. Opozita jep sinjale në favor të idesë së një qeverie të përbashkët. Ka nisur sot në Kapelën Sistine Vatikan konklava që do të zgjedh pasardhësin e Papa Franceskut në krye të Kishës Katolike. Kardinalët janë ngujuar në Kapelën Sistine, por deri më tani prej saj nuk ka dalë detym për rezultatin e votimit të parë. Mbrëma, ju përshëndes, mirë se vini në lajmet e orës 19:30 këtu në Klan. Kryeministri Edi Rama ka premtuar që në mandatin e 4 të rrit ndjeshëm ndihmën sociale për shtresat në nevojë në Fushkruj dhe në Lushnjë, ku mbylli fushatën. Ai tha se Partia Socialiste nuk ka program elektoral si kundërshtar, por ka një plan konkret veprime. Në takimin për mbylljes të fushatës elektorale në Lushnjë, kryesocialisti Edi Rama u shpreh bindur se Partia Socialiste më 11 maj do të korrë fitoren më të bukur. Lideri I socialistëve tha se 11 maj është urgjencë për të mundësuar antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Duke I bashkuar votat tona, t'i japim një shtys shumë fortë Shqipërisë për të nënshkruar marrëveshjen brenda 2027-s dhe për ta quar Shqipërinë zoj në sallonin e madh të asaj të shtëpie brenda kësaj dekade. Drejtuesja politike I qarkut të Fierit, Belinda Balluku, u shpreh bindur për fitoren e thellë të Partisë Socialiste. Jo me drapër, por me auto-combine, të gjithë bashku, drejt kutive të votimit për të korrur fitoren më të madhe historike në qarkun e Fierit. Më herët Rama ishte në Fushkruj, ku zhvilloi takimin e parë elektoral këtë të mërkur. Kryesocialisti bëri bilancet e qeverisë 12 vjeçare, që thotë se e sjell koklart për të kërkuar një mandat të 4. Rindërtimi është krenaria e Edi Ramës në Bashkinë Kruj. Kemi përmbyllur të gjithë detyrimet tona me shpërndarjen e 350 apartamenteve të fundit që kanë mbetur vetëm për shkak se respektuam këtë periudhë zgjedhore që ka disa rregulla të caktuara. Programi socialistëve sipas tij nuk është një libër me premtime surreale si I kundërshtarëve. Nuk është një manifest dëshirash elektorale që hajtë se përshkojmë ke njerëzit dhe po ju tregojmë pralla ta haj kush ta haj, por është një plan I vendosur mbi themele shumë të forta. E një nga premtimet për mandatin e 4 është rritja e mbështetjes financiare për mbrojtjen sociale. Nga janari I vitit të ardhshëm, mbështetja për nënat e fëmijëve me aftësi të veçanta do të dyfishohet. Në Kruj duhet patjetër ta dëgjoj një Rama ik që të plasi syri keq, e plasi syrin e keq. Tashi kam për ta pa me 11 maj.
Ndërsa kryetari i opozitës, Sali Berisha, thotë se 11 maj do të jetë momenti kur do të ndahen dy epoka nga Korça, ku mbulli fushatën elektorale, ai kërkoi 100 ditë kohë për të bërë të mundur kthesën vendimtare për Shqipërinë. Takimin për mbylljes të fushatës elektorale në Korçë, Sali Berisha e nisi me një thirrje në adresë të banorëve të këtij qyteti, duke e cilësuar 11 majin si dita e ndarjes së epokave. I them çdo qytetarit të Korçës dhe Shqipërisë se shtëpia patri, se djepi bosh, edhe Florita po t'i ketë muret, përfundon në një muze dhe jo në shtëpi me Zot. 100 ditë për kryedemokratin, janë dhe fillimi i kthesës vendimtare për shqiptarët. Që nënat baballarët, gjyshe dhe gjyshit tonë, të mos numërojnë me kafshatën, të marrin një pension minimal, kur me të ullë se 200 euro, që rrogultet të mos marrin kur rroga ndën 500 euro, që të mos paguani me energjin mbi 7 lek kilovatin, që naftën të mos e blini më kur në shtretë se Macedonia, të mos blini kur me ilaçe kalpe. Ulja e taksave është revolucioni fiskal që zotohet se do të përmbush për të gjeneruar prodhim e punësim. Ti biznismen i vogël, të mos e blesh me energjin 18 lek, por ta blesh 6 lek, të blesh ujnë me tarif të përgjysmuar, të paguash sipërfaqen publike 5 herë më lirë, ti ndërtuash të paguash për ndërtimin taksa 10 herë më të ulta, që të vendosim taksën e shesh 10%, dhe çdo i punësuar me rrogë mbi 500 euro, do paguaj 10%, dhe 13% do i mbetet atij. Por leva e tij Arkimedit thotë se është kthimi i kombit në moshën e rinisë. Për fëmijën e parë 70 euro, për fëmijën e dytë 60 euro, për fëmijën e tretë pagesë plot nga linja Gjerë 23 vjeç. Edhe në Korçë nuk harroi të shigjetonte kryeministri Rama, të cilin e akuzoi si pazarçi që tentoi të blinte Ilir Vrenozin. Dhe erdhi si pazarxhi. Mendoj se këtu me nikon e tij do mund të blinte një qytetar të thjeshtë të Korçës, sepse nuk i duronte dot kritikat e tij. Mirë po, qytetari i Korçës, cilit unë i uroj sot ditëlindjen, rastisi me normat tuaja morale, jo të sojtë të tij, as të peleshit të tij. Ndërkohë, Partia Demokratike ka akuzuar se po bëhen manipulime me votën e emigrantëve në Greqi. Josefina Topalli ka kërkuar sot nisjen e një monitorimi ndërkombëtar për procesin, ndërsa ka apeluar që KQZ-ja të bëjë një auditim të mënyrës se si sillen zarfet në Tiranë. Partia Demokratike kërkon monitorim ndërkombëtar për procesin e votimit të diasporës me fokus të veçantë kryesisht në Greqi. Josefina Topalli tha se shkeljet ligjore të kryera nga zyrtarë të lartë të Partisë Socialiste po e bëjnë të pavlefshme votën e emigrantëve në këtë vend. Ajo që po ndodh në Greqi është një kapitull totalisht i një krimi zgjedhor, bën të pavlefshme votën që është marrë në mënyrë ekstraligjore. Kemi të gjitha dyshimet që po kryhet nga partia në pushtet. Ne kërkojmë mbështetjen dhe monitorimin e tyre, pra monitorimin ndërkombëtar. Unë i kërkoj ODIHR dhe OSBE-s të kenë një fokus të veçantë me procesin që po ndodh në Greqi. Por kjo nuk ishte vetmja thirrje demokratëve. I kërkojmë SPAK-ut që të bëjë një hetim penal dhe të përgjigjet pyetjeve se kush janë ato të cilët po përdorin, ka përsy po kryejnë veprime ekstraligjore, po thyejnë ligjin. Sipas Elis Blu, një tjetër shqetësim serioz është edhe ai i emrave të dubluar në lista. 137 për të qenë saktë ishte numri që ne patëm mundësinë të identifikojmë para 2 javësh. Janë në disa qarqe për momentin dhe ne mendojmë se mund të jetë dhe një numër më i lartë se kaq. Partia Demokratike kërkon një audit ndërkombëtar të logjistikës së transportit dhe dorëzimit të zarfave, rishikimit të pavlefshmërisë së çdo vote të dorëzuar me zarf të pavullosur apo të paplot, si dhe hetim penal për rastet e dyshuara të blerjes së votës. Kryeministri Edi Rama i ka bërë thirrje sot të gjithë shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, në veçantë atyre në Itali dhe në Greqi, që të dorëzojnë zarfet me votat. Ai i bëri thirrje atyre që të mos humbin shansin për këtë moment historik. Vota e emigrantëve vlerësohet me rëndësi për zgjedhjet e 11 majit për Partinë Socialiste, ndaj Edi Rama prej disa ditësh përsërit thirrjen drejtuar votuesve të regjistruar nga jashtë që ende nuk e kanë ushtruar këtë të drejtë për të mos e humbur këtë mundësi. Është një moment historik dhe do të ishte vërtet gjuna që mbasi keni bërë mundimin për të regjistruar, të mos
bëni edhe mundimin për të dorëzuar fletën e votimit që tani më ju ka ardhur. Rama ju referohet shifrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zarfat me fletët e votimit të mbritura në vendnumërimin e Parkut Olimpik që sipas tij janë optimiste për çdo shtet përveç Greqisë. Do të thosha shqiptarëve të Greqisë që janë më mbrapa të gjithëve, jo për fajin e tyre, për fajin e konfuzionit që u krijuar nga kompania në ditët e para, 39%. Forca janë dhe 36.000 zarfat pa dorëzuar, por ama ka akoma kohë. Mos prisni më që të vinë t'ja u marrin, por ktheheni mbrapsht në pikën përkatëse postare të DL-s. Fletët e votimit të zgjedhësve të diasporës duhet të mbrijnë në Shqipëri brenda orës 19 të datës 11 maj. Në të kundërt nuk do të numërohen. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve raporton se deri më tani kanë mbritur 157.495 vota nga diaspora, mbi 67.000 fletë votimi u përkasin shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë në Itali, edhe pse në Greqi janë dërguar mbi 68.000 zarfe me postë, deri më tani kanë mbritur afro 30.000 fletë votimi në KQZ, numër të lartë të votuesve ka edhe në vende si Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Franca. Numrin më të lartë votuesve, sipas vendbanimit, e kanë qarqe Tiranë, Fier, Durrës dhe Elbasan, vota e diasporës, po mblidhet në Parkun Olimpik, të cilat do të numërohen njëkohësisht me ato që do të hedhin zgjedhësit në Shqipëri. Ndërkohë, qeveria ka vendosur që të shtyjë deri në fund të muajit vlefshmërinë e pasaportave apo të kartave të identitetit që skadojnë deri më 11 maj. Vendimi është marrë për të dhënë mundësi të gjithë qytetarëve që të votojnë në zgjedhjet e së dielës. Mjetet identifikuese të cilat skadojnë deri më 11 maj do të jenë të vlefshme deri më 31 maj 2025. Vendimi u mor nga Këshilli i Ministrave këtë të mërkurë dhe u bë i ditur nga Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha. Shtyrja e afatit të vlefshmërisë sipas ministrit u bë pasi rezulton se një numër i madh votuesish me vendbanim në Shqipëri nuk mund të ushtrojnë të drejtën e tyre për shkak se u skadon mjeti identifikues. Miratimi i akteve normative merret me qëllim garantimin e të drejtës kushtetuese së të gjithë shtetasve për të votuar. Afati i vlefshmërisë së mjeteve të identifikimit që përfundojnë në datën 11 maj 2025 shtyhen deri në datën 31 maj 2025. Kërkesa për shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së mjeteve identifikuese u bë edhe nga Partia Demokratike një ditë më parë. Sipas Selis Blu, kjo kërkesë ishte domosdoshme, pasi nga verifikimet PD thotë se rezultojnë 466.000 shqiptar, të cilët rrezikonin votimin për shkak se u skadon mjeti identifikues. Ndërkohë, në të gjitha prokurorit e rretheve janë bërë 44 kallëzime penale për dyshimet përfshirjes në krime zgjedhore që nisin nga pengimi i subjekteve zgjedhore, kanosja, falsifikimi materialeve, shkelja e fshehtësisë votës apo dhënia e premtimeve. Numrin më të lartë kallëzimeve e ka pritur prokuroria e Dibrës apo edhe gjithashtu edhe e Tiranës, por asnjëra prej tyre nuk ka regjistruar hetim. 5 kallëzime janë regjistruar në prokurorinë e Fierit dhe po 5 hetime janë regjistruar pas verifikimeve ku janë gjetur dyshime për shkelje në fushën e zgjedhjeve. Ndërkohë Spaku deri më datën 5 maj njoftoi zyrtarisht se kishte pritur 115 kallëzime, nga të cilat në 35 raste ka regjistruar hetim për dyshimet e korrupsionit. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Tiranë ka bërë sot një reagim për zgjedhjet që mbahen të dielën. Në një postim në rrjetet sociale, selia diplomatike u bën thirrje qytetarëve që të shfrytëzojnë të drejtën e votës, mos lejo të tjerë të flasin për ty. Vota jote është vetëm e jotja. Voto pa frikë, thuhet në mesazhin e shkurtër të ambasadës amerikane. E lëm pas fushatën elektorale, flasim për Giro d'Italia, një nga evenimente sportive më të rëndësishme, të cilat do të kalojnë edhe në Tiranë. Edicioni 108 i Giro d'Italia po bëhet gati që të nisë në një prezantim i cili po zhvillohet në sheshin Skënderbej. Indrit Sauku është në lidhje direkte me ne, ai do të na jap më shumë detaje. Si fillim, çfarë po ndodh në këto momente, Indrit?
Në këto momente Drini po prezantojnë ekipet pjesëmarrëse në Giron e 108 Italisë, siç e the dhe ti që nis nga Shqipëria, do të jenë pikërisht 3 etapa të cilat do të kalojnë në vendin ton, nisur nga Durrësi që do të përfundojnë në Tiranë, ajo etapë në Tiranë, kronometër dhe e fundit që do të jetë Vlorë-Vlorë. Është një aktivitet tepër i rëndësishëm, marrin pjesë 21 ekipe nga më të mira në botë dhe mbi 180 ciklistë cilët do të knisin garën e tyre për të fituar këtë trofe të lakmuar të Giros së Italisë, do ta nisin këtu nga Shqipëria. Çfarë mund të themi për favoritët, Ndrit? Ka ciklistë të cilët janë favoritë, ti e përmendë pak më parë, që ka një numër të konsiderueshëm të tyre, por kush ka më shumë shanse? Është një sloven, faktikisht në 2 vitet e fundit kanë qenë 2 slovenë cilët e kanë fituar Giron e Italisë, vitin e kaluar ka qenë Tadej Pogačar, i cili do të mungojë në këtë edicion të Giros së Italisë, do të bëj pak pushim, nuk do të angazhohet me shumë gara këtë vit, ndërkohë fituesi i vitit 2023, po një sloven, Primož Roglič, shikohet si favoriti kryesor, i cili mund të arrijë suksesin në Giron e Italisë që do të nisë nga Shqipëria. Mirë, dakord, ky është një eveniment shumë i rëndësishëm sportiv, duhet edhe pa kujdes edhe nga ana e qytetarëve në mënyrë që të respektojnë edhe hartën që sinjalizon për bllokimin e disa rrugëve. Ne kemi edhe një material i cili flet pikërisht për këtë dhe e ndjekim në vijim. Pas 3 vitesh nga mbajtja e Conference League, Tirana kthehet në qendër të garave ndërkombëtare përmes Giro d'Italia. Për Bashkinë e Tiranës, ky event përveç se është një aktivitet në nivele ndërkombëtare, do të shërbejë edhe si një promovim për turizmin në Shqipëri dhe kryesisht të kryeqytetit. Shqipëria është vendosur në një lupë dhe në një vëmendje ndërkombëtare dhe kjo na shërben përveç se për sportin edhe për turizmin. Janë përzgjedhur me kujdes që garat ciklistike të kalojnë nëpër itinerarin që i shërben jo vetëm garës, por i shërben edhe promovimit të turizmit. Përmes këtij eventi, Shqipëria vendoset në fokus të shteteve të tjera. Përveç se është një aktivitet në nivele ndërkombëtare, pra që si thuash gjithë fokusin për sa i përket sportit e vendos tek Shqipëria, po sporti në këtë radhë nuk duhet trajtuar i ndarë dhe më vete nga turizmi. Ndryshe nga Durrësi dhe Vlora, në kryeqytet kufizimi i qarkullimit do të jetë për 2 ditë. Në datë 9, qarkullimi do bllokohet rreth orës 13 të drekës dhe do hapet rreth orës 18. Kurse në datë 10, qarkullimi automjeteve do bllokohet që në orën 08 të mëngjesit dhe deri në orën 18, kurse për këmbësorët mund të fillojë rreth orës 10. Krahas automjeteve, nuk do të lejohet edhe qarkullimi këmbësorëve përgjatë itinerarit të garës. Qytetarët të cilët kanë automjete të parkuara në këtë itinerar. Ti lëvizin para datës 8, një apel kemi për qytetarët dhe këmbësorët për në datën 9 dhe 10, kur të ndërpresin perimetrin e garës, të mos ta bëjnë aty ku qëllojnë, po të pyesin punonjësit e policisë bashkiake. Nga data 9 deri në 11 maj, Shqipëria do të jetë epiqendra e 180 ciklistëve më të mirë të botës. Dhe përgatitjet e fundit për Giro d'Italia janë parë nga afër dhe nga kryeministri Edi Rama, i cili tha se sytë e gjithë botës do të jenë te ky eveniment i cili transmetohet nga mbi 200 televizione në gjithë botën. Ja këtu në sheshin Skënderbej po përfundojnë përgatitjet për nisjen e madhe, la grande partenza të Giros Italis pas 48 orësh. Një event fantastik për 200 televizione në mbar botën që do të shfaq Shqipërinë, Europën e Ballkanit. Dhe jam shumë i lumtur që në 3 ditë me radhë Shqipëria do të tregojë gjithë shkëlqimin e vet në sytë e mbar botës dhe nga ana tjetër që shqiptarët do të shijojnë Giron legjendare të Italisë këtu në tokën tonë. Një 34 vjeçar është vrarë me armë zjarri ditën e sotme në Has. Policia ka arrestuar një 41 vjeçar si autor, ndërsa shkak për krimin dyshohet se është bërë një konflikt për pronën i nisur ditë më parë.
Personi që shihni në foto është 41 vjeçari Ylber Jako, autori i vrasjes së 34 vjeçarit Reshit Sallahu pas ditën e kësaj të mërkure, në fshatin të Plat të Hasit. Ngjarja e rëndur regjistrua pak metra larg banesës së viktimës, i cili në momentin e ekzekutimit po lëvizte me makinë. Breshëria e plumbave të lëshuara në drejtim të tij morën jetën 34 vjeçarit, që humbi kontrollin e automjetit për të përfunduar në një kanal, siç e shihni në këtë foto. Pas vrasjes, autori tentoi të largohej, por u vu menjëherë në pranga. Ai u arrestua dhe më pas që u sekuestrua edhe arma e krimit. Dyshimet janë se vrasja ka si motiv një konflikt pronësie mes familjes së viktimës dhe asaj të autorit. Sherr ky që nisi të tensionohej prej ditës së martë, kur motra e viktimës plagosi prindrit e autorit. Për ngjarjen e regjistruar një ditë më parë, afërmja e viktimës u vu në pranga nga policia e Kukësit. Ka ndryshuar kushtet për kredit për shtëpi. Banka Qendrore ka vendosur që bankat e nivelit të dytë të mos financojnë më shumë se 85% të vlerës së kolateralit për kredit në lek dhe 75% për kredit në valutë. Banka e Shqipërisë ka vendosur kritere të reja për huat bankare për blerje banesash, duke përcaktuar tavane të reja financimi në raport me kolateralin, si dhe kufizimi për individ që arrin një moshë pensioni. Guvernatori Gen Sejko, duke folur pas mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, theksoi se vendimi synon standardizimin dhe jo shtrëngimin e kushteve kredituese. Maksimumi i huas në raport me vlerën e kolateralit për monedhën lek do të jetë 85% për shtëpinë e parë dhe 80% për shtëpinë e dytë ose për shtëpitë të dhëna me qira për monedhën lek. Kjo vlerë do të jetë 75% për shtëpinë e parë dhe 70% për shtëpinë e dytë ose ato të dhënë me qira lidhur me monedhën në valutë të huaj për të shmangur riskun e kursit të këmbimit. Po kështu kërsti ndaj të ardhurave si raport do të jetë në nivelin 40%. Nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë vendosi ta mbajtë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.75%. Punësimi dhe pagat kanë vijuar të rriten gjatë 2-3 mujorëve të fundit. Inflacioni vijon të qëndrojë nivele të ulta dhe pranë objektivit, ndërsa tregjet financiare kanë qenë të qeta dhe kreditimit për sektorin privat ka shënuar rritje. Për Bankën e Shqipërisë, ndryshime në tregjet e jashtme me tarifat e reja tregtare kërcënojnë stabilitetin e inflacionit, i cili parashikohet të arrijë në objektivin 3% vetëm në gjysmën e parë të vitit 2026. Ka dështuar për të 12-ën herë përpjekja e vetëvendosjes për konstituimin e Kuvendit Kosovës. Partia Albin Kurti thodi poshtë dhe propozimin e LDK-s për një qeveri tranzicionin, ndërsa opozita dha sinjale në favor të idesë së një qeverie të përbashkët. Ndonë se nuk i ka kthyer përgjigje zyrtare lëvizjes vetëvendosje, duket të mos i ketë pëlqyer propozimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës për një qeveri gjithëpërfshirëse të tranzicionit. Pas dështimit të 12 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, Hekuran Murati nga vetëvendosje propozimin e kreut të LDK-s e ka quajtur të çuditshëm. Në raste kur ka luftë civile, kur vendi del nga lufta dhe nuk ka institucione, pra në raste tilla kur ka kriza të pa para, apo kriza jo të rregullta, ku vendi mbetet pa qeveri, atëherë propozohen zgjidhje të tilla. E Partia Demokratike pas mbledhjes së kryesisë ka dalë me qëndrim se zgjidhja më e mirë për vendin është formimi i një qeverie të partive që kanë qenë në opozitë në mandatin e kaluar. Konsideron se presidentja si institucion bipartiak mund të thërras takim me partitë. Mbi të gjitha ne jemi të interesuar që mos ketë vakum institucional, vendi të ketë institucione. Lidhja Demokratike e Kosovës një ditë më parë ka refuzuar ofertën e vetëvendosjes për koalicion, ndërsa ka dalë me qëndrim për formimin e një qeverie tranzicionale, që sipas tyre është e vetmja zgjidhje për zhbllokimin e situatës. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj i kishte kthyer përgjigje pozitive LDK-s. Sytë e gjithë botës janë nga Kapela Sistine në Vatikan mbrëmjen e sotme, nëse do të dalë tymi bardhë që sinjalizon se nga votimi 130 kardinalëve është zgjedhur Papa i ri, apo nëse është i zi dhe se nga votimi nuk është do 2/3 për votimin dhe për zgjedhjen e Papës së ri. Po le të shohim se çfarë ka ndodhur sot me mbledhjen e konklavës, ndërsa në këto momente ende nuk ka një rezultat.
Në Vatikan nisi pasditën e sotme konklava që do të përcaktojë kreun e 267 të Selisë së Shenjtë, njeriu që do të pasojë Papa Franceskun në krye të Kishës Katolike, i cili ndroi jetë më 21 prill në moshën 88 vjeçare. 133 kardinal me të drejtë vote u mbyllën në kapelën Sistine këtë pasdite, pasi bën secili më vete pas orës 16:30 betimin me dorën mbi Bibël, për ruajtjen e sekretit për gjithçka diskutohet në konklav. Kardinalët nuk dalin prej andej deri kur nga Oxhaku të dalë Tymi Bardh, që do të njoftojë zgjedhjen e Papës së 267. Gjatë kësaj periudhe, ata nuk kanë asnjë kontakt me botën e jashtme. Kardinalët pjesëmarrës kanë parashikuar më herët që kjo konklav të mos zgjasë më tepër se 3 ditë. Mbylljes së kapelës Sistine i parapriu paraditën e sotme një meshë publike në Bazilikën e Shën Pjetrit, ku morën pjesë të gjithë kardinalët, përfshirë ata nën 80 vjeç me të drejtë vote. Kreu i kolegjit të kardinalëve Giovanni Battista Re që drejtoi meshën, u lut që konklava të zgjedh papën për të cilën kisha dhe njerëzimi ka nevojë në këtë pikë të vështirë kthese në histori. Sekretari aktual i Shtetit të Vatikanit, kardinali italian Pietro Parolini, është një figurë favorite si një prej bashkëpunëtorëve më të afërt të Papa Franceskut, një pontifikat që solli ndryshime të mëdha në Kishën Katolike, rruga e të cilit synohet të vazhdohet. Megjithatë, gjatë këtyre ditëve kanë qarkulluar nëpër media me 10 pretendent potencial. Masat e sigurisë përreth Selisë së Shenjtë janë të larta dhe garantohen nga 4000 trupa sigurie. Në qiejt mbi Vatikan është vendosur zona e ndalim fluturimit dhe është aktivizuar edhe sistemi antidron. Tirana Bank ka inauguruar degën më të re të porcelanit këtu në Tiranë, duke forcuar kështu dhe pozicionin e saj si një nga institucionet financiare më dinamike dhe më të përkushtuara ndaj klientit në vend. Tirana Bank festoi më 6 maj hapjen e degës së saj më të re në zonën e porcelanit në Tiranë, duke e çuar në 35 numrin e degëve në të gjithë vendin. E vendosur në një pjesë moderne dhe në zhvillim të shpejtë të kryeqytetit, kjo degë re përfaqëson angazhimin e vazhdueshëm të bankës për të qenë më pranë klientëve. Në ceremoninë e inaugurimit në ambientet e reja të degës morën pjesë klient, partnerë dhe bashkëpunëtorë, të cilët patën mundësinë të njihen nga afër me shërbimet. Në emër të drejtuesve të bankës, Lila Canaj, drejtuese e divizionit retail, falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe i ftoi të vizitojnë degën, e cila do t'i mirëpres çdo ditë me përkushtim dhe kujdes. Jam shumë e gëzuar që jam me ju këtu sot për të promovuar degën tonë më të re. Ky është një investim që ne po bëjmë në vazhdim e gjithë investimeve që Tirana Bank ka ndërmarrë. Dega e re në porcelan është ndërtuar për të ofruar një përvojë të ngrohtë, shërbim të personalizuar dhe akses të plotë në produktet bankare dhe zgjidhjet digjitale të Tirana Bank, duke garantuar që çdo klient të marrë mbështetjen që i nevojitet. Jemi banka me rritjen më të lartë të këtyre viteve, ndaj besoj se kjo është dhe një dëshmi shumë e qartë që ju po bashkëpunoni me partnerin e duhur. Me këtë hapje të re, Tirana Bank vazhdon të rritet krah për krah me komunitetin, duke forcuar pozicionin e saj si një nga institucionet financiare më dinamike dhe të përkushtuara ndaj klientit në vend. Dhe me këtë lajm kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, qëndroni më tej me Klan.